Rikthehemi në studio, por do të rikthehemi me pamje të drejtë për drejta në rrugët e kryeqytetit, do të shohim pak situatën me lëvizjen e mjeteve dhe pak a shumë edhe atmosferën në Tiranë. Komunikim si gjithmonë me Eldin nga Taxi Lux Albania, cilin e kam në këto momente në komunikim dhe megjithatë do të shohim pak edhe si pritet të jetë situata me lëvizjen e mjeteve orët në vijim, duke qenë që jemi e premta dhe ka një tendencë për të dalë nga kryeqyteti. Eldi, të përshëndes edhe një herë së pari, shumë shkurtimisht lutem çfarë situate kemi momentalisht dhe cila do të jenë ato orare më vonë gjatë ditës që segmentet caktuara do të kenë më shumë ngarkesë. Është shtuar më shumë nga ditëa e parë prezenca e trafikut, që do thotë nuk pati lëkundje shumë prezenca e trafikut. Është shtuar më shumë nga ditëa e parë prezenca e trafikut, që do thotë nuk pati lëkundje që të zbriste ritmi i problematikave, janë shtuar më shumë dhe kjo parashikohet deri rreth orës 10 të ketë trafik. Të tre akset kryesore kanë probleme, më shumë rruga e Kavajës, tani kombinat Pallat Meshingjella është trafik i rënduar të dy krahat, edhe udhtojmë drejt kombinatit është shumë problematike. Unaza e madhe midis këtij segmenti kryesor dhe i sheshi Ponjës, trafik i rënduar zona Stirit, kemi lëvizje nga ura institutit me drejtim thesën e Kamzës, patjetër mjetet që vazhdojnë vinë pa pushim nga drejtimi Durrës Tiranë si pikë referimi i sheshi Ponjës për momentin kanë situatë me trafik, pasohet patjetër dhe nga semafori Lord Baron dhe afër rrethit Zoguxhi me ngarkesë të plot, duke filluar nga Pallati Sport Aslan Rusi me probleme drejt rrethit Zoguxhi për të vazhdimin për në qendër. Rruga Elbasanit me më pak ritëm trafiku, dalja Vileve Gjermane që nga lidhja e parë po ai trend, shkolla Kosova deri në rrugën Gjosh Bush ka situatë me prezencë trafiku. Bulevardi Jean d'Arc nuk ka ndryshuar, pra mban të njëjtin ritëm trafiku nga Bryli deri te kryqëzimi i rrugës Elbasanit. Bulevardi Barancuri ka probleme në tre kryqëzime, Valsiçanto, ura e drejtorisë dhe tek zona e 7 Xhuxhave, pra dhe rruga Elbasanit, kemi situatë me trafik. Krau tjetër, farmacia 10, kryqëzimi Don Boskos, tre kryqëzime janë me trafik, çka e bën dhe këtë zonë të ketë probleme për të lidhur me rrethin e Zoguxhi. Trendi andi është për momentin 70% e Tiranës ka situatë me trafik, pra nga lidhja e parë ishte gati 40%, tani ka vajtur 70%. Fatmirësisht momentalisht moti i qëndrueshëm që nga Eldi. Lëvizje deri rreth orës 10, oraret e tjera 10 deri në 12 është piku. Mendohet që mund të ketë resheshir sot tani, por besoj nuk po shikoj që mund të ketë mundësi për resheshir, çka do e bënte më të vështirë, por e rëndësishme andi është që nga ora, domethënë ky piku trafiku deri në orën 10. Pra kush na ndjek ora 10 deri rreth orës 12 të drekës mesditës, për momentin do ketë qarkullim normal. Pra dhe fillon gjithmonë trendi mas orës 12 deri rreth orës 18, përgatitemi që të kemi lëvizje në akset kryesore, në autostradën Tiranë-Durrës, në Unazën e Madhe dhe patjetër segmentin që lidh Unazën e Madhe drejt Elbasanit dhe të pritet që të ketë lëvizje. Por mbas orës 12, pra deri në orën 10 kemi prezencë trafiku sa qetësohen hyrjet daljet e Tiranës dhe Unaza Mesme që shumë e rëndësishme, andi që për momenti ka vështirësi si nga farmacia 10 dhe nga Bryli, dhe kjo e bën vështirë deri në orën 10, pastaj mbas orës 10 deri në 12 ka qarkullim normal, mbas orës 12 deri rreth orës 18 pritet që të ketë lëvizje me trafik në gjithë perimetrin që ne jo vetëm raportojmë, por që monitorimi që unë i bëj dhe ditën e premte andi është identik si javës që kaloi që mbas orës 12 deri në orën 18 pritet të ketë lëvizje me trafik. Eldi, faleminderit dhe të uroj ditë e fundjavë të mbarë. Gjithashtu dhe juve ditë e fundjavë të mbarë. Faleminderit shumë. Faleminderit Eldit nga Taxi Lux Albania.